Arlind, një pyetje, Blendi Fevziu përveç se s'na ka ftuar edhe na ka sulmuar gjatë kësaj kohe, duke thënë që ata s'janë kundër Ramës, janë me PSD-n e me Ramën. Unë prisja edhe shumë më keq që s'do na ftohte, kjo është e kuptueshme. Pas asaj të vërtetë të madhe që unë thash tek opinioni disa muaj më parë, ku demaskova oligarkinë shqiptare në rreth parë dy pronarët e vërtet të klanit, Aleksandr Frangajn edhe Samir Manen. Jo, pyetja më e rëndësishme është më mua pse më ftoi në janar Fevziu, se e kam pyetur veten disa herë. Dhe më duket se përgjigjja e vërtetë se kanë dashur të më zbusin. Pra, kanë pasur këtë ide që po e ftojmë një herë, po e ftojmë dy herë, se kësaj ai mbasi do ndihet kështu si i detyruar moralisht për të mos e thënë vërtetën apo për të zbutur pak. Mirë po, kështu kafshë zbutura ka sa duash politikën shqiptare, Fevziu i fton për natë ata që zguxojnë të flasin kundër oligarkisë, ata që janë në thonjza opozitar të parrezikshëm, me Lëvizjen Bashkë është ndryshe. Ne do të themi të vërtetën pavarësisht kostove, edhe sikur të na përzën, jo nga TV Klani, po nga të gjitha televizionet e Shqipërisë dhe kësaj bote, sepse dora në zemër, e vërteta do na bëj të lirë dhe pas 11 maj do kemi mundësinë ta transformojmë Shqipërinë sipas kritereve të vërtetës dhe drejtës.